Një rast i dhunës në familje është raportuar në orët e hershme të mëngjesit në Fushë Kosovë, ku një i ri dyshohet se ka sulmuar fizikisht motrën e tij pas një mosmarrëveshjeje të çastit. Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur më 25/01/2026 rreth orës 4:40 në rrugën Nën Tereza. Burime nga rasti bëjnë me dije se i dyshuari DN dyshohet se ishte zgjuar nga një zhurmë dhe ka akuzuar motrën e tij, viktimën AN, se ajo i kishte shkaktuar zhurmën, çka ka çuar në përshkallëzim të situatës dhe konflikt fizik. Në momentet pasuese dyshohet se i dyshuari e ka goditur viktimën disa herë me grushte në trup. Sipas të dhënave, viktima nuk ka psuar lëndime trupore dhe nuk ka kërkuar ndihmë mjekësore, por rasti është trajtuar si dhunë në familje. I dyshuari është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës dhe me vendim të prokurorit të shtetit është dërguar në mbajtje për 48 orë në qendrën e mbajtjes. Hetimet lidhur me rastin pritet të vazhdojnë.